Të vetmuar pasi fëmijët e tyre janë larguar jashtë Shqipërisë, pensionistët në Elbasan nuk e përballojnë jetesën me pensionin që marrin. Ata ndjen të zhgënjur nga qeveria që i ka lënë në mëshirë të fatit, edhe pse vitet e tyre të punës i kanë bërë të plota, por nuk janë shpërblyer siç duhet. Për pensionistët, largimi i fëmijëve është një plagë që për ta nuk shërohet dhe theksojnë se situata ekonomike ka qenë shkaku i largimit të tyre. Pensionin na vlen, po më shumë na vlen fëmijët që janë larguar. Se dhe pa pensioneve se çajmë dot vetëm për ilaçet, për të tjera më. Kam punuar 40 vjet në atë kohë, me traktorët. 140 më nxorën fillim. Se vlerësuan fare se kontribuan për këtë vend. Kështu që është katastrofë. Fëmijët na kullojnë syt natë ditë, në përbot. Shumë e vështirë është. Nuk guxojmë të pim dot i kafe, po jo për tjera më. Ilaçe, po jo. Po të ashin qik me të keq, që të themi. Jashtë. Jo ilaçe, jo drita, ujë, telefona, drejtja, nuk dalin. Sidomos për pleqërin nuk dalin. Nuk di deri tani ne s'kemi parë ajër. Është turp për faqe zesh. Me të pension, me ilaçe jemi me pjesë. Një kam jashtë, 2 kam këtu. Prindri gjithmonë e vuan për fëmijët. Po të mosh 2.000 euro, vështirë, specialistin dhe ilaçe, dhe gjithë gjonat. Pa ai që ka nevojë dhe iki, se s'ku të rikëtu, dhe të haj, dhe të pi. Ai që janë të dhe rikëtu, për i vetëm aty. O bo për gjithë kohën be. Pensionistët në Elbasan shprehen se askush nuk kujtohet, pasi pensionet nuk u dalin as për ilaçe e jo më ushqime.